Në 2 vitet e fundit, opinioni publik në Durrës është ronditur disa herë nga krime të rënda të regjistruara brenda në qytet apo në zonat periferike, të cilat kanë pasur për protagonist persona të rinj në moshë. Në Shanavllaç, brenda një harku të shkurtër kohor, shkurt të shtator 2024, u vran nga djemtë e tyre Pëllum Meta dhe Enver Balla, ndërsa në ditët e fundit të tetorit 2025, 69 vjeçari Pjetër Kodheli u vra me thik nga djali i tij 25 vjeçar Mariani. Por krime monstruoze nuk janë regjistruar vetëm brenda familjes. Në Mancë, për shkak të një ekspresi kafeje të fikur, konflikti nisur mes disa të rinjve u përmbyll me vrasjen e 2 prej tyre, ndërsa Valbon Beqiri do të humbte jetën në banesën e tij nga goditjet e pandalura me thik të 24 vjeçarit Taylor Tivari. Për sociologen Miriam Reçi, kryerja e këtyre akteve të rënda nga të rinj në të 20-tat e tyre ndikohet nga një sër faktorësh, si ato psikologjik, social, ekonomik, moral, edukative të tjerë. Problemet e shëndetit mendor të hasura shpesh në popullat shihen nga Reçi si një nga shkaktarët kryesor që sjellin vrasjet makabre. Në familjet shqiptare dhe tek qytetarët shqiptar kemi një numër të madh individësh që kanë probleme mendore, të cilët kanë çrregullime të sjelljes, çrregullime të personalitetit dhe probleme emocionale të rënda. Dhuna në familje dhe varfëria apo mungesa e punësimit derivojnë shpesh deri në krime monstruoze brenda familjes. Dhuna në familje. Familje të cilat ushtrojnë dhunë prindrit ndaj fëmijëve ose anasjelltas ose anëtarë të tjerë të familjes, dhe këto agravohen akoma më tepër në rastet e varfërisë, pra çështjeve ekonomike. Një varfëri e zgjatur, papunësi e zgjatur, stres që të vjen nga mungesa e financave. Element tjetër social janë modelet që pasqyrojnë media sociale, të cilët për të rinjt janë, si ta thuash, udhëheqëse, që duhet të shkojmë në atë standardin e mediave sociale siç na e jep jetën, po tjetër çfarë pasqyrohet atje dhe tjetër çfarë është realiteti. Regjistrimi i këtyre vrasjeve tronditse në zonat rurale lidhet sipas sociologes me izolimin, mungesën e aktiviteteve në këto zona dhe mbi të gjitha me atë që tashmë njihet si kulti të fortit. Ka një seri mungesash të cilët individët duken si parazitar dhe zhvillojnë atë që është kultura e të fortit. Pra konflikti zgjidhet me konceptin kush është më i fortë se kush. Kjo lloj mentaliteti i zgjidhjes së konfliktit me dhunë dhe jo me mënyra të tjera, derivon në këto situata konfliktuoze dhe ekstreme që po flasim. Shoqëria shqiptare duket sikur nuk po habitet më nga krime monstruoze që përmendën. E bërë kjo nga autorë që janë të rinj në moshë. Me një shoqëri të ndikuar gjithnjë më shumë nga rrjetet sociale dhe pasurimi në një kohë të shpejtë dhe pa shumë mund, prognoza viteve në vazhdim nuk duket dhe aq pozitive.